Po, interesimi është mjaft i mirë. Në këtë rast duhet falenderoj gjithë dashamirët e fjalës së shkruar, gjithë lexuesit e dashur që kanë zgjedhë stendin e librarisë, stendin e shtëpisë botuese Editoria Islame për të pajisur me libra të cilët ato kanë nevojë. Ne jemi munduar këtu në stendin tonë të sjellim 80 tituj. Në mesin e atyre 80 tituj janë mbi 15 tituj të ri, që gjithmonë tituj të ri nxisin interesim tek lexuesit, edhe bën gjithmonë të bukur atmosferën këtu në Panajër. Edhe disa tek gjeneratat më të reja ka interesim më shumë për historinë e jetës Muhamedit a.s. që kemi disa tituj që janë pak më interesant të shpjeguara, siç është Muhamedi profet Islam, është njëra ndër librat më të kërkuara në Panajër edhe më të shitura, do thotë interesimi për këtë libër, për këtë është fjala. Përgjithsisht, ne çmimet i kemi shumë modeste, edhe i kemi këto çmime sikurse këtu në Panajër, ashtu edhe në librarinë që e kemi në rrugën Bajram Kelmendi këtu në Prishtinë. Çmimet janë modeste, janë të arsyeshme për pjesën e popullatës, edhe nuk e kemi atë dilemë për shkak të çmimit, zgjedhin. Unë jam jashtëzakonisht e kënaqur këtu si përfaqësuese e kësaj shtëpie botuese, për shkak se edhe popullata në Kosovë janë mbi 90% musliman, edhe institucioni i vetëm i besueshëm për literaturë edhe njëkohësisht për mësimet islame është institucioni i Bashkisë Islame, kështu që vërtet jam shumë mirënjohëse. Jam një autor nga Durrësi. Kam një krimtari prej 40 vjeçare, kam një gamë librash prej 22 tituj librash. Vi në kuadrin e shtëpisë botuese 2M nga Durrësi, që është një shtëpi prestigioze, ka filluar të botoj libra shumë të mirë si sot, dhe që premton që në të ardhmen të rrisi më tepër dhe gamën e botimeve. Unë tepër lëbroj letërsim për të rritur, anashkaluar dhe letërsim për fëmijët, cilën e kam më shumë për zemër. Unë, me të thënë drejtën, ka është viti 10 që vi në Prishtinë, që marr pjesë në Panajërin e Prishtinës, dhe është kënaqësi e madhe për mua që të prezantohem me librat e mi këtu. Nga viti në vit, bërej që trendi po vjen duke rënë. Nuk e di kush ndikojnë politikat për hapjen e librit, ndoshta ndikojnë edhe rrjetet sociale. Kjo punë duhet parë nga ato që merren direkt me punën e librit. Dhe ajo që duhet të theksoj më tepër është se njerëzit largohen nga letërsia shqipe dhe fokusohen gjithmonë te letërsia huaj. Nuk them që letërsia huaj nuk është një letërsi bashkëkohore dhe që nuk duhet lexuar, po njëkohësisht mendoj që duhet bërë dhe një punë shumë e madhe që të afirmohen, të përvavohen edhe autorët shqiptarë, si nga Shqipëria dhe autorët kosovarë. Se sa do arrihet kjo, unë nuk di ta them. Edhe ku qalon problemi, po e shoh letërsia shqipe të rriket pak, e shoh. Bisedoj edhe me shok, me kolegët e mi, kupton. Ka më prioritet fokusohem më tepër ke letërsia për të rritur, ke letërsia e huaj.